Mire se vini në një episod të rritë podcastit e drejta e emigracionit. Unë e gjam avokati Fabio Lo Scerbo, sot flasim për një vendim veçanërisht të rëndësishëm sepse trajton një problem që haset shpesh në praktikën administrative, refuzimin e legjes së qendrimit të bazuar në dënimet penale të shtetasit të huaj. Referenca është një vendim i gjykatës administrative rajonale për Emilia Romagna, Selia e Bolonjës, seksioni i pare, regjistri i përgjithshëm numër 3 i vitit 2023, regjistri i vendimeve kolegiale numër 100 i vitit 2023, i publikuar me 29 janar 2023 dhe i marrë në dhome Këshillimi me 8 janar 2023. Me këtë vendim, gjykata anulloi një akt administrativ me të cilin ishte refuzuar rinovimi i legjes së qendrimit. Mesazhi kryesor i këtij vendimi është shumë i qartë: dënimet penale nuk mund të përdoren si arsye automatike për refuzimin e legjes së qendrimit. Administrata është e detyruar të kryejë një vlerësim konkret, individual dhe të përditësuar të rrezikshmërisë shoqërore të personit, duke marrë parasysh të gjithë situatën e tij personale. Në çështjen e shkirtuar, gjykata konstatoi një mungesë serioze motivimi. Vendimi i kundërshtuar nuk përmbante asnjë vlerësim real të jetës private dhe familjare, të rrugëtimit profesional apo të procesit të reintegrimit shoqëror. Me fjalë të tjera, nuk ishte krijuar asnjë balancim i vërtetë midis elementeve negative dhe atyre pozitive. Vendimi rikushton zbatimin korrekt të nënit 5, paragrafi 5 të dekretit legjislativ të 25 korrikut 1991 numër 247, i cili e detyron administratën të vlerësojë në mënyrë të rëndësishme situatën e të huajit dhe të japë një motivim serioz dhe jo stereotip. Dënimet penale mund të kenë rëndësi, por nuk mund të justifikojnë kurrë një refuzim automatik. Ky vendim përcjell një mesazh të qartë në të drejtën e emigracionit. Diskrecioni administrativ është i ligjshëm vetëm nëse ushtrohet në mënyrë konkrete, proporcionale dhe të motivuar si duhet. Për të ndjekur me shumë raste konkrete dhe zhvillime gjykësore në fushën e emigracionit, vazhdoni të dëgjoni podcastin e drejta e emigracionit. Në episodin e ardhshëm,